Spektakli i njohur i Big Brother VIP Kosova ka nisur zyrtarisht mbrëmjen e së hënës, duke zbuluar kastin e personazheve të famshëm që do të jenë pjesë e kësaj aventure. Pas javësh të tëra ludimesh dhe pritshmërish të larta, nata e parë e cila u moderua nga Alaudin Hamiti dhe Jonida Vokshi, si fillim prezantuan opinionistët që këtë vit do të jenë dy femra, ndryshe nga edicionet e kaluara. Ato janë Olta Gixhari dhe Leonora Jakupi. Ndërsa më pas, moderatorët prezantuan një nga një konkurrentët, të cilët vinë nga fusha të ndryshme si televizioni, muzika dhe bota e rrjeteve sociale. Hyrja e parë ishte surpriza e madhe e moderatores sportive Hygerta Sako, e ndjekur nga hyrje e bujshme si ajo e modeles së OnlyFans Bia Khalifa dhe personazhet e njohur Linda Rey, ndërsa banorët e tjerë janë Alba Pollozhani, Eduard Kuçi, Ibro Deli, Nailir Piri, Dolce Dona, Sasa Hoda, Ardit Stafa, Klodian Mihaj, Eliona, Shkurte Haxhiu, Toni, Getoar, Kushtrim Krelani, Mentor Haziri, Benita Zena, Londrim Mekaj, të cilit ju dha dhe një sfidë të shpëtoj vetën dhe valixhen e tij dhe të bëhet banor i parë zyrtar i Big Brother VIP Kosova ose të shkojnë në nominime të gjithë. Ai zgjodhi të shpëtoj vetën e tij, ndërkohë të gjithë banorët e tjerë shkuan në nominim dhe valixhet e tyre u dogjën. Kjo solli dhe revolt të banorëve të tjerë ndaj produksionit. Me një kast kaq të larmishëm dhe me personalitete të forta, ky edicioni 4 pritet të sjellë dinamika të shumta, debate dhe të mbajë publikun të mbërthyer pas ekranit. Për informacione të minutës së fundit bëni subscribe kanali Zona VIP.